Që duhet të unifikojë të gjithë spektrin opozitar. Dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë qytetarët e Tiranës që të gjitha partitë politike, opozitare apo jo, të gjitha forcat politike kanë një lloj konsensusi për dalë me një emër i cili mundet përballet në garën në ditën më të parë me Ogerta Manastirliun, me kandidaten që simbolizon Covidin dhe vdekjen në kryeqytet dhe në mbar vendin dhe ta mposhim. Kështu që thënë këtë, ky është një lajm i mirë që dakordësia është në parim, është arritur për gjetur një emër të tillë. Pastaj për teknikalitete, për propozime, po është e vërtet. Kemi diskutuar emrat përvetshëm, kemi rakorduar për sa i përket, po e them edhe një herë, profilet që do duhet kemi bashkarisht për një kandidat apo kandidate. Duke qenë se mbetet objekti tryezës së diskutimit dhe të negociatave, unë nuk kam ndërmend së bashku me Ilirin që të dalim në emra konkret ditën e sotme. Ne do të shqyrtojmë çdo emër, çdo propozim që vjen me të vetmin qëllim maksimalizimin e votave dhe mbështetjes për kandidaturën që do të dalë në emër të opozitës bashkëpunuese. Ky propozim ka dokordsinë e grupit të negociatorëve të Partisë Demokratike? Po ne ja ku jemi të dy, ndërkohë që zoti Noka është në një aktivitet tashmë, është në mbledhje komisioni, pa diskutim që po ka marr okejin edhe nga ana jon për të shqyrtuar. Do ta shqyrtojmë në ditët në vijim sepse edhe koha nuk pret dhe pa diskutim do t'ja bëjmë dije publikut në momentin e parë. Rëndësi ka qëllimi. Qëllimi është shumë pozitiv, qoftë nga përfaqësuesit e Partisë Mundësia apo nga partitë e tjera parlamentare, që ne të kemi një kandidaturë që të bëjë ndryshimin në Tiranë. Zoti Albin Mehmeti, ju keni pasur kontakte dhe me Indri Shabanin. A mund të na zbuloni më shumë, a biseduat për kandidatin e Bashkisë Tiranës, a do ketë negociata me këtë parti? Ne kemi bisedime patjetër, unë kujtoj që zoti Shabani është këshilltar Bashkinë e Tiranës, kështu që diskutohet Bashkia e Tiranës është pjesë e rëndësishme që diskutohet nga gjithë këshilltarët dhe kemi biseda në mënyrë të vazhdueshme që janë një pjesë janë shoqërore, një pjesë janë jashtë këtij aspekti, saqë më duket sikur çdo bisedë është automatikisht vetëm për këtë. Jo, ne flasim në mënyrë të vazhdueshme për ecurinë e Bashkisë Tiranës. Se takon takimit tuaj që keni pasur me zotin Lapaj, a do të jetë ai pjesë, a do të keni takim zyrtarisht, takim shoqëror, siç po them, në mënyrë të vazhdueshme që ne kemi takimet formale janë këtu me partitë përkatëse, patjetër jemi në diskutime, nëse do të formalizohet, këtu do jemi dhe do i formalizojmë. Këto janë takime shoqërore. Ndërsa ju jeni para nesh, Bajram Bekaj po shqyrton edhe vakancat për 6 bashki. Nëse do kemi një dekret për garën e Tiranës dhe ajo do jetë antikushtetuese, a do merrni pjesë në zgjedhje të palishme dhe antikushtetuese? Do e lejojmë patjetër ekspertë konstitucionalistë ligjor ta diskutojnë këtë pjesë. Ky grup negociator është për diskutime për gjetjen e një kandidati të përbashkët dhe bashkimin e gjitha forcave opozitare bashkë. Pastaj pjesë tjetër e listatorët do ketë këtë diskutim. Dhe mbi të gjitha do t'i takoj forumeve të larta të Partisë Demokratike për të patur një vendimarrje të tillë. Sigurisht ne kemi miratuar tashmë në një rezolut të kaluar në vitin 2022 dhe në statutën e Partisë Demokratike që nuk bojkotojmë asnjë proces zgjedhor, por jo vetëm do të jetë objekt diskutimi i forumeve të larta të Partisë Demokratike, por edhe i tryezës partive aleate për të marrë një vendim final në raport edhe me zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë Tiranë. Zoti Kolliçi, ku pritet të përmbyllet procesi i negociatave? Po besoj shumë shpejt. Së bashku me Ilirin, së bashku me zotin Noka do të jemi në takime intensive edhe 2 ditë në vijim. Besoj brenda 2 ditëve do të kemi një përmbyllje të gjithë takimeve formale, po e themi edhe një herë, për këtë qëllim. Me të gjitha forcat të cilat e konsiderojnë veten opozit dhe sigurisht kanë një emërues përbashkët me Partinë Demokratike për sa i përket fundërsharit politik, që është kryeministri i vendit është Tirana. Edicionin do e takoni, keni bërë Po është çështje e zauruar, e kemi thënë 100 herë këtë pjesë. Faleminderit. Faleminderit. Ishte kjo fjala e përfaqësuesve të Partisë Demokratike, Belind Kolliçi.